Këtu është horoskopi i diel 6 prill 2025 për ju. Edhe sot ja ku jemi me horoskopin e Fationit. Dashi. Ju duhet të rigjeni palestrën, dhimbjen e kyçeve. Ka paqartësi në dashuri. Demi. Ju do të duhet të shtyni një takim, vonesat edhe në kontakte. Humor që varet nga situata personale. Pak e lodhur sonte. Binjaket. Ju keni sharm dhe një aftësi të madhe për t'i magjepsur të gjithë me fjalë, por duhet të veproni me më shumë vendosmëri, veçanërisht nëse keni ndërmend të flisni për dashurinë. Përparësitë e mundshme dhe lajmet e mira. Gaforja. Shumë janë të lodhur dhe e tregojnë këtë. Situata me një ish të mundshëm mund të jetë ende e vështirë për t'u shëruar. Mundohuni të shikoni drejt së ardhmes me më pak ankth. Luani. Lodhja e bën veten të ndjerë, ndër të tjera kohët e fundit ndodh të diskutojmë ose të kemi vonesa. Kini kujdes me parat, kjo ditë sjell disa pazar shtesë. Virgjeresha. Argëtohuni dhe mos mendoni për problemet sa është e mundur. Dashuria duhet të mbrohet, por çështjet praktike dhe mendimet shpesh i marrin kohë ndjenjave. Peshorja. Përmes atij ajri melankolik të diskutueshëm. Mosmarrëveshjet mund të zgjidhen, të kujdesshme në dashuri. Akrepi. Nëse jetoni me një njeri i cili nuk i kupton gjendjet tuaja shpirtërore, thjesht duhet të përballeni me ndonjë shqetësim, por nëse nga ana tjetër ka vështirësi të rëndësishme dhe të pranishme, duhet t'i merrni parasysh menjëherë. Shigjetari. Ditë e përgjithshme interesante, përfitoni nga kjo periudhë për të zgjidhur disa probleme që kanë lindur gjatë javëve të fundit, tani është e mundur të keni diçka më shumë. Britsjapi. Mundohuni të mos jeni shumë xheloz, posesiv, të mos kërkoni shumë nga vetja dhe personi që doni. Ju sot nuk dukeni veçanërisht të qetë. Ujori. Tani po u jepni më shumë pesh ndjenjave, doni të keni më shumë njerëz përreth që ju duan. Në këtë moment jeta juaj është më e lirë, çdo zgjedhje kushton një sakrificë të vogël. Peshqit. Fuqia juaj kthehet dhe ndiheni gati të bëni atë gjë që keni vendosur të bëni. Dashuri në pamje. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.